Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, strukturat e Ministrisë së Bujqësisë dhe Bashkinë Shkodër kanë nisur aksionin për pastrimin e hapësirës së liçenit të Shkodrës nga objektet e jashtëligjshme. Aksioni konsiston në heqjen e pinarëve dhe dajlanëve, të cilët nuk kanë leje të posaçme për të qëndruar në ujërat e liçenit të Shkodrës. Ky aksion do të vijojë për disa ditë, ndërkohë që sipas drejtorit të IKMT, Emilian Nika, aksioni përveç hapësirës së liçenit të Shkodrës do të vijojë edhe në ujërat e lumit Buna, kryesisht pranë zonës së Dajlanit. Bazuar në kërkesën e drejtorisë të shërbimeve të peshkimit dhe akvakulturës, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka filluar ndërhyrjen në të gjithë sipërfaqen e liçenit të Shkodrës për të lëvizur të gjitha strukturat e peshkimit që janë të vendosura në liçenin e Shkodrës, si dhe të Dajlanit, i cili është i vendosur përgjatë gjithë gjerësisë së shtratit lumit Buna. Aksioni do të vazhdojë për disa ditë, pasi edhe kushtet në të cilat nuk janë të zakonshme, sepse po zhvillohet në ujë, që nga viti i kaluar të gjitha strukturat që ndodhen të vendosura në liçenin e Shkodrës nuk janë të pajisur me leje nga autoritetet përkatëse, dhe në këto kushte po bëhet ndërhyrje, sepse në këtë moment ato të gjithë struktura janë të paligjshme. Kjo ndërhyrje konsiderohet si një nga aksionet më masive që është zhvilluar në liçenin e Shkodrës përballë një abuzimi prej vitesh që është shtrirë në të gjithë hapësirën e kësaj pasurie në territorin e Shkodrës.